Andon, të përshëndes, çfarë thuhet në shkresën e Partisë Demokratike? Partia Demokratike duket më shumë e shqetësuar për mënyrën se si po mbërrin fletët e votimit nga Greqia në Shqipëri, sesa nga numri i ulët të mbërritjes së tyre po nga Greqia në Shqipëri. Dhe me një shkresë të fundit firmosur nga avokati Franc Nuri, Partia Demokratike kërkon një audit të menjëhershëm ndërkombëtar të logjistikës së transportit dhe dorëzimit të zarfeve nga Shqipëria në Greqi dhe anasjelltas, pra gjithë procesit të votës së diasporës në shtetin fqinj. Kërkon gjithashtu asistencë nga OSBE ODIR, dërgimin e një delegacioni apo një ekipi të OSBE për të mbikëqyrur këtë audit, qoftë në Greqi, po qoftë në Itali. Sipas Partisë Demokratike, këto shkelje shtrihen të paktën 4 shtete, por më problematike mbetet Greqia, por dhe Italia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania, dhe shkeljet e konstatuara sipas shkresës me 39 faqe të Partisë Demokratike janë ndërgesat e parregullta të zarfeve, 2 fletë votimi në një zarf, mungesë udhëzimi për votuesit, presion politik dhe blerje votash apo vonesa ose mos dorëzimi i zarfeve dhe mbledhje e palishme e votave nga Partia Socialiste, nga persona pranë Partisë Socialiste, ndërsa me një shkresë të dytë, po ashtu Partia Demokratike ngre dyshime për mënyrën se si po mbërrin fletët e votimit nga Greqia në Shqipëri dhe janë ngritur disa pikpyetje në një shkresë të dytë. A ka pasur deri më tani pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve raste të mbërritjes së zarfeve me vota nga shtetasit shqiptar jashtë vendit, jashtë rrugës së parashikuar zyrtare dhe jo nëpërmjet operatorit të kontraktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra kompania DL. Pra Partia Demokratike dyshon se fletë votimi nga Greqia po vinë dorazi apo me post tjetër apo nëpërmjet kanale diplomatike, dhe kjo shkruhet edhe në shkresë dhe po ashtu Partia Demokratike kërkon nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve se sa raste të tilla ka apo si do të veprohet në këto ditë të fundit kur mbyllet edhe afati i procesit të mbërritjes së fletëve të votimit nga Greqia në Shqipëri.